partia që ka pas pushtetin deri në shkurt, nuk i ka marrë as formalisht paktën një mandament të pozicës të shtin listë bugjetit nuk e kanë shti. Të thotë kanë qenë përjashtues s'ka ishmërisht. Dhe tash të thotë kanë bo oferta të cilat nuk janë serioze. Asë një kontakt. Po këzërën ofertat për marrëveshje koalicioni? Për marrëveshje koalicioni, me mandatorin tjetër, që është propozuar. Edhe me mandatorin e parë, nuk i kanë bo kërkuj ofertë serioze, ofertë për ndaj koalicion qeveris. Ata kanë bo oferta, hajde bënu me mu, po unë nuk të dhonë kur gjo. Dhe kjo është krejt e pa kuptim, pse egzistojnë partit politike. Dhe ka pasur një ofertë për LDK-n, që është refuzuar dijen të fillim dhe për një propozim tjetër për jo... Hajde bënu me neve, po qka i kanë ofru? Se oferta serioze, në këto momente bëhet me shkrem, edhe i ofron thot e kini Zavens kryeministër, shembull për marrë një ministria, dyja, gjysmë ministria, tishka. Po të bëj ofertë, hajde bënu me mu. Se unë jam burri mirë. Edhe a i ka marrë dhe vota. Edhe a i e ka dikon për mas. Funit, 3 partite mëdha opozitare, i kanë 58% vota, këta i kanë 42% vota. Ma shumë bojnë 58% se 42%. Kër e din që këror në dërregje, ule pak kryt, bënu pak bashkëpunus, kuptu që ka nevoj këj vend për qeveri, edhe për këj vend, afroj njerëzit bashkë bisedo me ta, edhe mësinën që më me fjallë fyse, që shka ditë minë në që mu, e tash në qofë se dikosh shkojnë, hinë koalicion, po e afru kjo kur gjo, me të vërtet, Po thonë se kanë qenë oferta për shkak se sot patë zhvillime dhe akoja patë një mbledhje të kryesisë ku përmendet të Haradinaj që ka pasur le të themi kontakte kështu, por nuk ka pasur ndonjë ofertë konkrete për bashkëqeverisje ose për marrëveshje koalicioni. E di kom qenë mbledhje është një ofertë boshe. Fjalë boshe hajde banu me neve. Pra vetëm vot blanko pa ndonjë marrëveshje. Po kur që heq. Ka orë për nivellit më të nalë të partijës pushtetë, apo prej... Për nivellit deputetë, nuk e kom të kjartë, nuk është diskutu shumë se nuk është korekte ajo mu diskutu në publik, po nuk ka qenë përmbajtësore. Nuk ka qenë ofertë për bashkëpunim. Ka qenë ofertë, hajde hynë nërmu e unë bëj që ka du. Thjeshtë. Po të pranohet kjo, atëherë, me dëvërtet, si mas meje, ja dëshmojnë që këta, janë qasi që fara i ka thonë miting aty atë natën e votime, kur e dini që ka thonë s'me përmeni së di qësh. Nuk ka thonë hajvana, është... Po hajvan ka thonë, po mus ma qëtë goja, a i mundet me thonë... Pra ka pasër ka dishmëri, themi këtë ras për jakës që nëse do të ishte një ofertë serioze, saj për këtë marrëveshje për koalicion, që aja të konsideroj, pra, për ta votuar qeverin konjunks atash. I bën njerëzit më mendu që në këtë situatë më mendu edhe në qofë se politikisht nuk i konvenon, më mendu, po, oferta është serioze, është për respekt, e respektojmë, i kërkon faljes, po ma mërmenja, se i kom qështu vlerësimet politike, edhe largohet, ose tjetërita. Po këtu s'ka, ofert edhe venet të mirë fjellta, një pjestarit komunitetit sërbi ka dhonë, edhe Ministri dhe Zavens kryetar kuvendit, i ka dhonë edhe minoritetet tjera 2-3 pozita ministri, e nuk po gjonë hapsin me ofru në një subjekti politik shqiptar, këtu në Kosovë, një ofert me një pjesë të qeverisës përbashkët. Dhe kjo është jo serioze. Do thonë, shqita shqyqare që nuk e ka nërmen me konstitu institucionet e vendit. Në këtë rast, do në pru para parlamentimit të shtetin, se në qofë se nuk në gjinët në i variant, pak e leshme, pak e kamuflume. A ka variantet të tila? Presidenti Asmani takoj lider të partive politike për çështjen e ligjit për projekt bugjetit, thasë se nuk ka të akordim. Shërmendet zgjatja e bugjetit, do të thotë zgjatje bugjetore për të shmangur një krizë pakash për punëtorët. Si mas meje, ligji për bugjetin për vitin 2026, pa hynë për mbajtjet ti, nuk është dokument i procedu në mënyrë të legjshme, kjo qeveri nuk ka të drejt me procedu legj i cili
është miratu në një qeveri e cila 3 ditë përpara nuk e morë votën në kuvend. 3 ditë përpara, nuk i fitoj votat Albin Kurti, s'mujti mi bo 61, edhe mas 3 ditëve shkojnë e votojnë ligjin për bugjetin. Çfarë kuptimi ka kja? Kjo është një farë loje me gjenjat qytetarëve edhe me institucione. Tash kjo mungesë... E të njëjtit njerëz, të gjithë ata që janë të propozum, që janë aty në karriken që kanë uzurpu, në fakt karriken e ministrit, të njëjtin dokument, thojnë hajde tash në kuvend ta votojmë, edhe ata duhet më marrë pjesë në votim. Të njëjtit njerëz. Reni jonë kushtetues i ka nda këto përgjithësi ekzekutivin, gjyqësorin edhe legislativin. Edhe çdo gjë që veprohet e bashkume është jashtë kushtetuese. To e din gjithkush. Po jemi në pikën ku jemi edhe ka dhe raste pra që janë dërguar sa i përket mbajtjes së pozitave edhe në ekzekutiv edhe në organin ligjvënës, por në situatën ku jemi këtër fillimisht e kjo çështja e oferta, a mendoni për shkak se është përmendur kjo vazhdimisht, a mendoni se mungesa një oferte serioze të themi që për këto partit për Bakën, Nismën, është bërë për shkak që ndoshta mund ta presi votën edhe për shkak të frikës që shkohet në zgjedhjet e parakohshme, për shkak është përmendur kjo nga eksponentë e partisë në pushtet që partia si AK ose Nisma mund të mos e kalojnë pragun dhe të ketë një rritje tjetër që e pretendon partia që ka qeverisë deri më tani. Për Nismën nuk flas. Për kanë të të shpresojnë ata që se kalën pragun, me që kanë më dalë edhe në Shëngjergj, pa qeveri. Sa për neve, na sot veç e kemi mbajt mbledhjen e kryesis, edhe i kemi bo hapat e parë, veprimet e para, për mi nxjerrë kandidat për zgjedhjet të jashtëzakonshme. Veç jemi... Pra po përgatitet në atë drejtim, që do të jemi në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Jemi të gatshëm më hi në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Kështu që pja heki që të ka sa vetë atyne, qoftë se kanë... Pra këja si e vetme të shkojnë në zgjedhjet e reja, të jashtëzakonshme? Këja pret edhe është t'ju përgatit më shku në zgjedhjet të jashtëzakonshme, nuk e ka nërmen më ju bashku dikuj që pa ofert i bën një ftesë kështu hajt patriotike bashka me neve se na jemi burrat mirë. Edhe në anën tjetër ofendan, fyn, sillet, sillet, edhe jo vetëm kjo. Po kur e marrim mënyrën qysh e kanë menaxhu këta paranë publike, e qysh e kanë udhëheq shtetin për këto 4 vjet, edhe më ta fal gjysën e qeverisë, më thonë hajde me neve, unë kisha thonë mos më shku. Pse? 1/3 investime kapitale për 4 vjet, kjo viti 5, që janë të dame me bugjet, nuk janë hi në punë. Konkretisht, 3 miliard kanë qenë për 4 vjetë në dame me bugjet për investime kapitale, 2 miliard janë realizu, 1 miliard ka dështu. 1/3, 1 miliard. Me 1 miliard ishtë ndërtu autostrada Dugagjinit, që kanë jek krejt për... Ska qenë pjesë e projeksionit? Po mirë, kanë jek, ama ku janë këto 1 miliard tash? Janë shpërnda në forma qëdetshme, po kërkur nuk janë. Nuk janë që në rujt për i vitit në vetë, mu akumuluar më thonë po, viti 4, po tash i kemi 1 miliard e gjys për investime, edhe i kryjmë këto projekte. Ato janë 3 dikon, edhe viti i ri bugjetor, që e kanë propozu, e ka 980 milion atë kategorinë e investime kapitale, që është në thonë një shumë e thjesht e një viti bugjetor. Ato që kanë metë pa investu në vitet e kalume, t'i ka janë 3. Po, ku janë 3? Për shembull, të keq menaxhimi, që është arsyeja jonë mos mu bashku me këtë kategori qeverisë. Për 4 vjet e 9 muaj t'i viti sa është raporti fundit, si mas raportet Ministrisë Finanse, për udhëtime zyrtare, kjo qeveri i ka hargju 58 milion e 310.000 euro.